Me rastin e 1 qershorit ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Qendra e Kulturës organizoi punëtorinë artistike street art në koordinim me shkollat fillore dhe të mesme. Në këtë aktivitet ishin të ftuar nxënës entuziastë të artit, të cilët përmes imagjinatës dhe dhuntive të tyre patën mundësinë të shprehin talentin e tyre dhe të festojnë këtë ditë të veçantë kushtuar fëmijëve. Gjenerata që vinë gjithmonë duhet të punohet me ta për të mbjellur diçka nga kultura jonë dhe të gjitha kulturat, sepse megjithatë jetojmë në një shtet multietnik dhe duhet t'i japim rëndësi edhe asaj, të dim të respektojmë njërin tjetrin dhe pikërisht kjo është intenca edhe këtij projekti, sepse bëhet në bashkëpunim me disa shkolla fillore, që do të kenë edhe të palës maqedone, edhe shqiptare, edhe turke. Kemi ftuar gjitha shkollat, varësisht se kush ka shpreh disponim për të marrë pjesë, mirë po ne kemi bërë që fëmijët tanë të dinë të respektojnë kulturën e njëri tjetrit. Kemi përzgjedhur për 1 qershor të jetë një projekt i quajtur street art, me thonë do të ketë vizatime, ku fëmijët e kemi vendosur një temë pikërisht për 1 qershorën, fëmijët të nxjerrin në pëlhur atë që e ndjejnë brenda se çka ju duket se është 1 qershori për ta. Edhe në parkun përballë bibliotekës së Tetovës jehonte zëri dhe kënga e fëmijëve. Me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Biblioteka e Tetovës në kuadër të projektit kulturor dhe edukativ Tetova në sytë e fëmijëve organizoi një program festiv me qëllim nxitjen e kreativitetit, lojës dhe gëzimit tek fëmijët. Fëmijët patën mundësi të shijojnë pikturimet kreative, këngë dhe argëtim, lojra të ndryshme dhe shumë surpriza të bukura. Biblioteka e Tetovës realizon aktivitetin e radhës, i cili ka për qëllim të nxjisë ndjenjen e dashurisë ndaj librit, artit, kulturës dhe mbi të gjitha nëpërmjet këtij aktiviteti ne do t'u japim një përkrahje fëmijëve, duke mbështetur fantazinë kreative të tyre drejt një të ardhme të sigurt që nesër ata të bëhen personalitete të duhura. Dhe ideja kryesore është që nëpërmjet këtyre aktiviteteve t'i afrojmë sa më afër bibliotekës dhe leximit të librave. 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, i kushtohet të drejtave, mbrojtjes dhe mirëqenies së fëmijëve në mbar botën. Qëllimi i kësaj dite është që të na kujtojë se çdo fëmijë ka të drejtë për jetë, arsim, siguri dhe një fëmijëri pa brenga. Fëmijët kudo në botë kanë të drejtë për paqe, ushqim, stre dhe një të ardhme. Jetët e tyre të shkatruara janë një thirrje për veprim, një thirrje për drejtësi.